kam vendosur të nisem për në Tiranë, duke ecur kam 60 ose 70 kilometra do t'i kaloj për 12 orë. Liria ka emën u qykyja. Shënjestër.net. 2 shalla i kam këtu. Një do të vendosi këtu në kallashin e herojit tonë kombëtar Zahir Pajaziti, e këtë tjetrën do të vendosi në sheshin Adem Jashari në Tiranë, të komandantit legjendar tonit Adem Jasharit, kur të mri në Tiranë. Për të ruajtur vazhdimsinë e solidarizimin me çlirimtarët që po gjykohen apo janë dënuar padrejtisht në gjykatën speciale kundër UÇK-s në Hag, kam vendosur të nisem për në Tiranë, duke ecur kam, për të mbritur edhe bashkangjitur protestat madhështore të datës 17 tetor 2025 në ora 17 në Tiranë. Rrugtimi im është një përpjekje modeste që të thret zgjimin e ndërgjegjes dhe përkujtimit se liria ka emën u qykyja. Liria është Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi. Ta ngrejmë zërin lartë kundër padrejtësisë dhe të kësaj gjykate speciale. Unë do të tentoj me kalu kam, po nëse më paraqitet diçka shëndetësore ose diçka do të kërkoj ndihmë. Nëse më rri e kaloj shtetin tonë të Kosovës, më rri në shtetin tonë shqiptar. Unë mendoj dikun 60 ose 70 kilometra do t'i kaloj për 12 orë. Kështu kum llogarit edhe besoj që ku me mri dikun ka në ora 3 të premten ku me mri në Tiranë, besoj. Se s'do të ndalë nga hiç, do të vazhdoj rrugën. Ata po marrën Hag që 5 vjet padrejtisht me aktakuzat fabrikune të Beogradit, edhe kështu që ata duhet më liru sa më shpejt, po unë edhe për javdhon i lajm ata do të vinë komplet si shpejti do të vinë. Mund me ndodhe edhe 2-3 muaj ata do t'i kena në Kosovë. Shtin me besu se unë e di shumë mirë që asnjë nuk kanë bo krime. Krime kanë bo këtu në Kosovë serb. Ata janë ardhur për Beogradit kanë bo krime. Na nuk jena shku me bo krime në Beograd. Lufta çlirimtare a kanë e drejtë, a kanë për me mbrojtë qëtë popull. Shënjestër.net.